Alo, alo, unë jam të dëgju. E dashur si e mirë? Mirë, ju a jeni mirë? Mirë edhe ne, faleminderit. Nga telefonon? Nga Zvicra. Zvicra. Ç'është po ju duket fjalori i deputetëve të Kuvendit të Kosovës, më thuaj? Po, gjithmonë as një trohë e hjeshme jo, dhe edhe deputeti Geci ka gabu, se ajo që ky japon një lloset nëse dënohen ata, edhe nuk i ka fajt vetë vendosja shka fol si cili. Po, i ka fajt vetë personi, se vetë vendosja qeveria Kosovës është të ja pagu avokat atyne, që janë në burg. E do të m'ja pagu, inshallah dalin faqe bardhë. Amo edhe këta po folin shumë, janë kundrej poplit, nuk po votojnë presidentin, nuk kanë votu atë Albulina Haxhiun, po dojnë qashtu me lon venin zhag, edhe vetë si kanë deputet, qashtu pe lon venin zhag, se edhe këta kanë shoh, kanë thyje, qka si kanë thonë Albin Kurti. Po aj është gabim. Peru që kënë nuk do të me preku që kënë. Po komentin ndaj Vlora Çtaku ç'është duk? Ajo qashtu e gjithmonë ka folë qashtu me të drejt për Vlorën, nuk e veç për një telefonatat se nuk e disha ka folë, pa e gjithmonë folë keq. Kush fol keq? Vlora është kundrej vetë vendosi se e thyn Albin Kurtin e krejt, janë kundrej poplit. Popli ja ka dhënë votën 2 milion me qeverisë. Mirë e dashur. Faleminderit. Faleminderit e përshëndes shumë. Edhe unë ty e dashur. Faleminderit shumë.